Deri më tash kemi paraqit shumë koncepte të ekonomisë, duke filluar nga koncepti këtë që është pamjaftueshmëria. Kemi folë për kërkesën dhe ofertën, si dhe në fund për tregun e lirë. Por asnjëherë deri më tani nuk i kemi përdor numrat. Besoj që është koha t'i fusim edhe numrat në përdorim, sepse si ekonomist me profesion, numrat janë pjesë përbërëse e çdo analize ekonomike. Ekonomia një vendi më së leti paraqitet përmes prodhimit të brendshëm bruto. Prodhimi brendshëm bruto është një nga indikatorët më të rëndësishëm të gjitha statistikave ekonomike, sepse përmes tij përpiqemi ta kapim gjendjen e ekonomisë në një numër të vetëm. Prodhimi i brendshëm bruto është një tregues ekonomik që paraqet vlerën e çmimeve të tregut të gjitha të mirave materiale dhe shërbimeve të prodhuara brenda një shteti për një periudhë njëvjeçare. Kur rritet vlera e prodhimit të brendshëm bruto, kemi rritje ekonomike, ndërsa kur zvogëlohet, kemi recesion ekonomik. Për ta kuptuar sa më mirë prodhimin e brendshëm bruto, duhet ta shikojmë se sa është për kokë banore, sepse ajo reflekton më mirë gjendjen e përgjithshme në ekonomi. Prodhimi brendshëm bruto i Kosovës për kokë banori për vitin 2012 ishte diku rreth 2700 euro. A është ky numër i mjaftueshëm? Për të marrë përgjigjen e këtë pyetje, ne gjithmonë duhet të krahasojmë statistikat për të kuptuar gjendjen reale në ekonomi. Nëse prodhimin e brendshëm bruto e krahasojmë me ekonominë e vendeve si Gjermania, ku ky indikator arrinet rreth 31.000 euro, ky numër tregon se i kemi keq punët. Nëse vazhdojmë me këtë tempo të rritjes, do të na nevojiten së paku 70 vite për të arritur standardin e Gjermanisë. Këto numra na vërtetojnë se sa të varfër jemi. Në fakt jemi ndër shtetet më të varfëra në Evropë. Varfëria në kuptimin logjik mund të kuptohet si një gjendje e njerëzve që mungojnë mjetet elementare për jetesë. Që nga pas lufta deri më sot, termi varfëri ka qenë një term që e ka përcjell shoqërinë tonë. Shkalla e papunësisë është rreth 31% në bazë të raporteve të Agjencionit të Statistikave të Kosovës. Kurse sipas raporteve të UNDP-s, 34% e popullsisë jeton në varfëri me më pak se 1.42 euro në ditë, ndërsa rreth 18% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme, me më pak se 94 cent në ditë. Do të thotë që dikun rreth 300.000 banorë të Kosovës jeton me më pak se 1 euro në ditë. Kjo është e tmerrshme, por e vërtet. Çka janë pasojat e varfërisë? Pasojat e varfërisë reflektohen në krizën e vlerave, moralit, rritjen e dhunës në familje, si dhe në shkolla, abuzimin e të drejtave themelore qytetare, si dhe veprime dhe dukuri të tjera destruktive për shoqërinë. Me fjalë të tjera, varfëria është burimi shumë të këqijave. E çka duhet të bëjmë ne për të ulur varfërinë dhe papunësinë? Shumë thjesht, duhet të prodhojmë. Çka tjetër? Të prodhojmë dhe vetëm të prodhojmë. Dhe çka është më me rëndësi është të konzumojmë prodhime vendore.